Qëndrueshmëria ka nevojë për një gjatë të e rëndësishëm, për me mësu me i ngull rajt thellë diku. Qëndroni në dashnin teme, thot Krishti. Sikur se ati më ka dasht mu, ashtu unë ju kam dasht ju, qëndroni në dashnin teme. Nëse keni me i majt fjalët e mia, urdhnimet e mia, nëse keni me më dasht, keni me qëndru në dashnin teme. Po për çfarë arsye duhet me qëndru në dashnin e Krishtit? Për çfarë arsye duhet me ngull rajt thellë në te? Për ça? Në mënyrë që t'japim fryte, në mënyrë që t'lulëzojmë, në mënyrë që jeta jonë të mos shkapetet anaj e kënej, e në mënyrë që të mos dëmtona, të mos shkatrona. Një jetë që nuk është e ngullur në Krishtin, që nuk i ka rajt thellë të lëshume në Krishtin, është një jetë e dështume, është një jetë e pushnume, e shkelur, në përdosur, e në përkamon, e shkatrume. Një njeri tillë jeton pa lumtuni, e pa gëzimin e vërtet.